ndërkohë intimidohen dhe thirren si në zyrat policisë sekrete, punojës të administratës të cilët ose duhet ndryshojnë dëshmitë e tyre, ose nuk duhet dëshmojnë apo të thonë ato që porositen. Presioni jashtëzakonshëm bëhet mbi gjykatën kushtetuese. Pra, Edi Rama, për të mbrojtur veten e tij, krimet e tij, po shkon drejt grushtit të shtetit, asgjësimit de facto të drejtësisë në Shqipëri. Duke dënuar me forcën më të madhe këto qëndrimet papërgjegjshme, i kërkoja atij menjëherë dorëheqjen dhe largimin e tij nga posti i kryeministrit. Ai është sot njeriu më i rrezikshëm për shqiptarët, dhe jo vetëm për shqiptarët, por me lidhjet e tij të krimit, ai përbën një rrezik të madh për rajonin dhe më gjerë. Partia Demokratike u bën thirrje shqiptarëve, sot më shumë se kur të flasin me zemrimin e tyre, të flasin me guximin e tyre, të flasin me ndjejat e dashurisë tyre për këtë vend dhe të ardhmen e shqiptarëve me datën 24 janar në protestën kombëtare të thirrur nga opozita për këtë qëllim. Sot, unë rikthehem dhe njëherë tek një dosje që në një aspekt ka ngjashmëri absolute me djegësin e Tiranës. Në rast se ju shkoni në Sharr dhe kërkoni investimin 130 milion euro taksat shqiptarëve për djegjen e plehrave, ju nuk gjeni aty asnjë tull, asnjë gjurmë të tij. Në këtë drejtim, Troplana apo Durana e famshme e Edi Ramës është identike. Masi po të shkonin Xhavzotaj, ku do ngrihej, mos keni, më nxjerr pak një pamje tjetër tutëm. Ja, po të shkonin Xhavzotaj, ku do të ngrihej e famshmja Troplan, aty gjeni vetëm livadhet e Fatmir Toplinit dhe nuk gjeni asnjë gjurmë të saj. Ndërkohë, me këtë etiket, me Duran, janë vjedhur, shpërdoruar, janë vjedhur 100 milion euro taksa, që të gjitha pronë e qytetarëve shqiptarë. Taksa të mbi 50 kompanive të përzgjedhura një nga një për t'i paguar taksen jo tatimeve, por për t'i paguar taksen sarajeve të Surrelit, Armand Frangut, Linda Rams, Edi Rams. Kjo është e vërteta. Tani, do më lejoni t'u njoh pak ma me hollësi. Dhe kjo vetëm me njërin aspekt të veprimtarisë kriminale të Troplanës, të projektit Troplana. Një monopol i ri teknologjie krijohet. Troplana nuk nisi me tendra, por nisi
me organizimin e bazës infrastrukturës dhe të vendimeve. Famozi Ermal Beqiri, alias, në të vërtet famozi Armand Frangu, alias Ermal Beqiri, kryon shoqatën ACTI. Këshilli shqiptar, se këta edhe shkurtimet nuk i ven në Shqip, po për të vu një mask për para i ven në anglisht. ACTI, Këshilli shqiptar për teknologjinë dhe inovacionin, me president Ermal Beqirin, këtë faqezi që nuk ka toka, s'kja i. Qëllimi zyrtar, bashkim profesionistësh të IT-s. Qëllimi real, krijimi një monopoli ku 50 kompani të antare drejtojnë projektet qeveritare për para se ato të bëhen publike. Imagjinoni çfarë vërmëtaria. Pra, ato janë në origjinën e projekteve qeveritare, për t'ja u zbërthyë pak. Për t'ja u zbërthyë pak. Në verën e nxehtë të vitit 2019, kompania e thjeshtres së Edi Rams me porosi të zotove bën projektin e një parku magjeps në Porto Romano. Në vjesht, sultani Surrelit zgjohet pasi kishte fjetur gjithë natën me ëndrrën e parkut dhe shpall tenderin të cilin do të ndërtonte privati për parkun e Porto Romanos. A e kuptuhet pra, në një kohë kur